Transportuesit privat paralajmërojnë se në çdo kohë mund të ndërpresin qarkullimin, për shkak të borxhit të pashlyer që ndërmarrja e qarkullimit publik ka ndaj tyre. Sipas transportuesve privat për vitin 2025, ndërmarrja e qarkullimit publik nuk ka shlyer pagesën për asnjë muaj ndaj tyre, ndërsa ende kanë muaj të papaguar edhe për vitin 2024. Mjetë nuk ka dhe kolektë nga nuk mund me funksionu kështu. Do të them që para që na kanë shut holla është 2 muaj që nuk ka. Para 2 muaj ne kanë shut holla, edhe ata holla që janë shuar të mjetë janë prej 2024-s. Do të them prap na kanë borxh 2024. 25-ën sa pagu hiç. Do të them kanë prap borxhe 2024-s. Çfarë do të bëni? Do pritni edhe pak, do të ndërroni? Se na kemi kërkesa edhe gjithë ka premtime që do të bëhet, por realizime nuk ka. Secilën javë do të ketë holla, prap nuk ka. Është në rast se nuk ka dhe nash mund me funksionu më aq finansat janë harxhuar, nuk mund me funksionu më tepër dhe mendojmë që do ta ndërpresim punën. Ndërprerjen e qarkullimit të transportuesve privat opsojnë më së shumti qytetarët dhe nxënësit. Ata fajsojnë ndërmarrjen e qarkullimit publik dhe qytetin e Shkupit. I mislim дека малци им се обрнува внимание на приватниците. Приватниците имаат големи проблеми, да се разбереме. Не може да зависи од градски кога ќе им префрлат пари и како. Нив им требаат пари за да стават гориво, за да можат да обслужуваат. Te ne ka cilën 1 orë autobus në qanë, pa e shumë pak është. A duhet ke bërëstit gjithë orë. Që të është probleme, shumë pak të në është transport. Nxënësit që udhtojnë aty? E problemi nxënësit është shumë problem. Ishe një në orat 12 për nxënësit, e kanë ndalën atë tash. Pse e kanë ndalën nuk e di. Tash nxënësit udhtojnë me 67 që shkën atje poshtë. Edhe shumë humbër kohë. Nema kakvi autobusi. Që me po cilë sat që kam. Po cilë sat. Dali privatni të ki që e ka të ili državni? Bilo koji da dojde, ama nije da ne dođe. Naročito sabotite, po 2 časa se gubate. Čekaj posle popatit. As ndërmarrja e qarkullimit publik dhe as qyteti i Shkupit nuk u përgjigjen në pyetjen për gjendjen aktuale me transportuesit. Në ditën e vazhdim, pritet të shihet nëse do të rikthehet kaosi me transportin urban të Shkupit.